Në të dy KZAZ-t e Lushnjës është mbyllur procesi numërimit të votave për subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e 11 majit. Në KZAZ-n 56, ku përfshihen qyteti dhe rrethinat, numërimi 64 kutive ka përfunduar rreth orës 3 të mëngjesit. Ndërsa në KZAZ-n 55, ku përfshihen njësitë administrative të bashkisë Lushnjë, numërimi ka përfunduar rreth orës 6 të mëngjesit. Në KZAZ-n 56, rezultati ka qenë si më poshtë. Partia Demokratike 5057 vota, Partia Socialiste 10861 vota, Shqipëria bëhet 615, Mundësia 458 dhe Partia Social-Demokrate 58 vota. Në këtë KZAZ, në 64 qendrat e votimit, votuan 17.970 votues nga 43.090 në lista dhe 498 vota dolën të pavlefshme. Në KZAZ-n 55 kanë votuar 24.890 votues në 92 qendra votimi me këto rezultate. Partia Demokratike 5.282 vota, Partia Socialiste 15.730 vota, Shqipëria bëhet 1.206 vota dhe Mundësia 446 vota. Të pavlefshme kanë dalë 1.091 vota. Në këto zgjedhje për Parlamentin e ri në Bashkinë Lushnjë, në total kanë votuar 43.085 votues nga 99.753 votues me pjesëmarrje rreth 43% në votime. Pritet që sot të nisë dhe numërimi i votave preferenciale apo votave të kandidatëve nga ana e KZAZ-ve.